Vendosja e kamerave në kuadër të projektit të Safe City përbën një ndihmë të rëndësishme si për autoshkollat, ashtu edhe për kandidatët që përgatiten për marrjen e patent shoferit, theksoi Idahi Hirda, instruktor në një autoshkollë. Sipas tij, prania e kamerave ndikon pozitivisht në procesin mësimor, duke rritur disiplinën dhe korektësinë gjatë vozitjes. Hirda thekson se kjo masë nuk duhet të parë si presion për autoshkollat, por si një mekanizëm që sjell më shumë transparencë dhe drejtësi në komunikacion. Ai shton se vendosja e kamerave do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e përgjegjësisë së vozitësve, në respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor dhe në uljen e shkeljeve, duke kontribuar kështu në rritjen e sigurisë së përgjithshme në trafik. Vendosja e kamerave ose blicave në qytet me projektin e ri Safe City, unë besoj se do të sjell edhe siguri edhe përgjegjësi në qytet, ose do të zbatohen rregullat e komunikacionit më shumë nga të gjithë shoferët në të qytetit tonë. Sa i përket autoshkollave, atëherë unë besoj se kjo me vendosjen e këtyne dhe me respektimin e rregullave në komunikacion përgjithësi, do të na ndihmojë neve si autoshkollë për me bë punën më mirë. Pasi veç shkelja e rregullave të komunikacionit është pengesë për neve si instruktor që të bëjmë punën tonë mirë. Kur ne si instruktor, do me thonë, kemi punë me kandidat fillestar, edhe kur qasemi në qytet, me aftësitë e kandidatit që janë të mangëta, atëherë duhet vozitja jonë është e ngadalshme ose me shpejtësi më të ngadalshme. E në qoftë se dallimi bëhet shumë i madh, shpejtësitë cilët e bojnë shoferët e tjerë edhe na, atëherë siguria ose rreziku për aksidente është më i madh. Dhe kështu që na gjithmonë jemi shumë të kujdesshëm. Mirë po me ardhen e këtyne, në qoftë se shoferët, se sidomos kjo vendosja e këtyne blicave dhe kamerave do të ketë efekt pozitiv bashkë për shpejtësinë e shoferëve që kanë qasje, do me thonë, në komunikacion. E tash kur ajo do të jetë më, si thëmë, më e limituar edhe më korrekte, atëherë puna jonë do të jetë më e lehtë. Ne besojmë se kjo do të jetë ndihmë për neve. Pasi që vetë në qoftë se do t'ja arrijnë qëllimit me këtë projekt institucionet e Republikës Maqedonisë, përkatësisht për qytetin tonë, atëherë kjo do t'jetë realisht një ndihmë, se neve si autoshkollë na kërkohet ose vozitja jonë është deri me 30 ose 40 km në orë. E shpejtësia maksimale e lejuar në qytet është 50 km në orë. Do me thonë, përafërsisht është e barabartë tashmë edhe me shoferët të cilët, do me thonë, marrin pjesë në komunikacion. Nuk do t'jetë dallimi shumë i madh. Realisht, unë mendoj se nuk do të ketë presion. Kur them nuk është presion, pasi, siç e thash edhe më herët, neve ashtu, gjatë trajnimit na lejohet, do me thonë, shpejtësia maksimale deri me 40 km në orë, që i bjen dikon me 20 deri në 30% më e vogël se ajo shpejtësia e lejuar për shoferët, do me thonë, që marrin pjesë komunikacion. Për shofer fillestar, do me thonë, është dikon 20 deri në 30% më e ulët. Momentalisht nuk është se kemi ndonjë lloj informate nga institucionet të ndryshme, po unë mendoj se kjo sinqerisht do të arrijë sigurinë edhe përgjegjësinë e shoferëve ose antarëve që marrin pjesë në komunikacionin përgjithësi. E kjo na jemi pro asaj, do me thonë si autoshkollë. Kjo na ndihmon neve dhe krejt shoferëve. Tash sa do të ndikon ndoshta në edukimin e shoferëve, tash ato mund të edukohen pjesërisht në vendet ku janë të vendosur në kamerat. Mirë po, në ardhmëri, unë mendoj se institucionet duhet të cilin ose të bëjnë projekte të ndryshme për edukimin e shoferëve, që ku duhet të instalojnë ose të bëjnë thirrje ose kërkesa që edhe autoshkollat marrin pjesë në këtë drejtim. Na ashtu, do me thonë, mundohemi që shoferët të krijojnë më së shoferë të mirë edhe të përgjithshëm, do me thonë, edhe jemi të gatshëm me dhënë kontribut në lidhje me
këtë. Vendosja e kamerave në qytet ka ndikuar pozitivisht në komunikacion, veçanërisht për kandidatët që po trajnohen për marrjen e lejes së drejtimit. Ai thekson se kamerat nuk përpojnë presion për autoshkollat apo kandidatët, por janë një ndihmë në rritjen e përgjegjësisë dhe respektimin e rregullave të komunikacionit. Po të jemi sinqert, realisht, po. Do me thonë, edhe gjatë trajnimit, se ne trajnimin e bojmë brejnë në për qytet. Bile ndoshta edhe në vendet më të frekuentuar të qytetit. Atje rreth Hekurudhës, rreth stacionit autobusave, atje është edhe vendi, do me thonë, ku ne i trajnojmë kandidatët gjithsesi ato edhe aty nënshtrohen edhe provimit. E tash kur antarët e tjerë i respektojnë rregullat e komunikacionit, ta kanë ndihmu edhe ty, se na i ushtrojmë kandidatët që ti respektojnë rregullat e komunikacionit. Në një udhkryq, për shembull, ku jeti në rrugë dytësore, normali je përparësi atij që ka përparësi, ose anasjeltas. Por kur antarët e tjerë nuk i respektojnë rregullat, ti ki përparësi, edhe ai nuk t'jep, atëherë vjen deri te aksidenti ndryshëm ose kjo edhe krijon edhe stres të tepruar për kandidatin edhe për instruktorin. E tash kur do t'jetë ndryshe, kur ato do t'i respektojnë rregullat e komunikacionit, shpejtësia do t'jetë pak më orë, ti ki kohë me matë shpejtësinë atina edhe kretën ashtu, atëherë edhe trajnimi do t'jetë më i lehtë, edhe provimet do t'jenë më të lehta për kandidatët tonë. Megjithatë, një nga rregullat që vazhdon të mos respektohet mjaftueshëm është shpejtësia, e cila mbetet një nga shkeljet më të shpeshta në trafik. Si gabime më të shpeshta edhe më të rrezikshme janë vetë shpejtësia e shoferëve, domethënë që nuk e respektojnë shpejtësinë e rregulluar me sinjalistika, me shenja të komunikacionit. Për shembull në vende ku e dione është e rregulluar që vozitja maksimale të jetë deri në 40 km/h ose 50 km/h, atëherë sinqerisht kanë qenë këto shumë më të shpeshta edhe rastet, domethënë për me ardhur deri te aksidenti, zoti na rujt, janë më të shpeshta. Se vetë shpejtësia, domethënë jo e organizuar, atëherë i bjen këto raste se nuk parashikohen, domethënë jo rastësisht janë vendosur ato shenjat komunikacionit në për rrugë, për shembull afër shkollave, afër institucioneve të ndryshme. Kur është shpejtësia mbi ato që është e lejuar me ligj, atë rreziku sinqerisht është i madh. Se edhe ai antari tjetër i komunikacionit nuk mund ta ketë parasysh se për sa kohë mund të mbrishti ose rreziku për sa mund të bëhet. E që kjo është çajo. Ka edhe të tjera gabime që bëhen, shpesh herë te na që fatkeqësisht kjo në asnjë mënyrë nuk duhet ndodhë, për shembull mos respektimi i semaforit plotësisht. Domethënë semafori ka ndryshuar gjendjen në të gjelbër për të nënshtafruar për të kuqen. Ne fatkeqësisht nuk bëjmë veprime për të ndalë, po bëjmë veprime të kundërta, ta zëjmë semaforin sa nuk po. E rritim shpejtësi. Kjo është rreziku më i madh që mund ndodhë. Mungesa e sinjalistikës në qytetin e Shkupit mbetet një problem serioz. Sipas instruktorit të vozitjes, Idahi Hirda, sinjalistika rrugore në shumë zona është e mangët, çka vështirëson qarkullimin normal dhe krijon paqartësi si për shoferët, ashtu edhe për kandidatët që po trajnohen për marrjen e lejes së drejtimit. Sinjalistika po flas konkretisht në qytetin e Shkupit, është e mangët. Realisht është e mangët. Po me organizimin e shtetit, nuk është se është ku me ditë se sa. Domethënë kemi sinjalistikë vertikale dhe horizontale. Sidomos ato horizontalet, edhe vertikale ka mjaftueshëm mangësi, po sidomos ato horizontale. Këtu te na nuk bëjmë kujtesë për nënvizimin e vijave të ndryshme, vendkalimet për këmbësor, organizimin ose sistemimin e veturave në përkorsi, cila ka duhet shkojë djathtë as drejt apo kështu me radhë, vendosen, nuk mirëmbahen, domethënë me kalimin e kohës ato fshihen, humbën edhe në zbehen. E tash për me qenë ky safe city edhe më efikas, domethënë realisht duhet punohet edhe në drejtim. Sidomos realiteti unë e shoh në për vende të tjera të zhvilluara me vendosjen e kamerave përveç sinjalistikës që e kanë shumë të organizuar mirë, po kanë edhe tabela që e tregojnë për kamerën se është e vendosur që njerëzit, domethënë bile ka sinjale ose shenja të vendosura në vende ku edhe nuk ka kamera, me qëllim që t'i vetëdijsojnë
antarët ose këto që marrin pjesë në komunikacion, do me thonë edhe pa vendos kamera që nuk është qëllimi që ato t'i gjobisin, po është qëllimi që t'i bojnë më të përgjegjshëm edhe më të kenë, do me thonë rreziku të jetë më i dopt, më i vogël. Ai thot, gjithashtu se përmes gjobave mund të arrihet respektimi i ligjit dhe rritja e përgjegjësisë tek qytetarët, gjë që do të ndikojë drejt për drejt që shoferët të jenë më të kujdesshëm dhe më të përgjegjshëm në komunikacion. Ligji. Gjobat nuk janë ato se, do me thonë, ne duhet, gjobat e kanë për qëllim që ne ta respektojmë ligjin. Nuk është qëllimi se dënohet edhe dikush pranojë ku e dione një shumë për gjobat ashtu. E rëndësishmja është edhe mendoj se gjobat pa marrë parasysh madhësia e gjobës ose vlera e gjobës, vendosja e gjobitjes edhe jam realisht pro këtij vendimi qeverisë ose kushdo që ashtu, në lidhje me Safe City-n, pasi vendosja e gjobave, si që thash edhe më herët, i bën njerëzit më përgjegjshëm. Të paktën ato zona ku, do me thonë, janë vendosur në ato kamera. E me kalimin e kohës, ndoshta kjo do të bëhet edhe shkak për edukimin e shoferëve në përgjithësi. Do me thonë, vetë frika që e sjell deri te shoferi për mos me ardhur deri te gjoba, është një lloj përgjegjësie edhe i mbron të krejt antarët ose pjesëmarrësit në komunikacion pi rreziku, që do me thonë siguria rritet. E kjo është në mirën e përgjithshme. Edukimi i shoferëve, kjo e rrit disiplinën, siç thash edhe më herët, mrena disa kornizave ku janë të vendosur në këto kamerat. Mirë po, edukimi i shoferëve të ri, siç thash edhe më herët, një bashkëpunim i ndërsjellë me institucionet dhe autoshkollat, besoj se do të vijë deri te edukimi edhe deri te përgjegjësia e shoferëve në përgjithësi. Mesazhi i instruktorit Idahi Hirda është se kamerat e sistemit Safe City do të kenë ndikim pozitiv në rritjen e sigurisë në komunikacion dhe në respektimin e rregullave rrugore. Në lidhje me këtë temë, nëse ishte desh të jap një mesazh, atëherë siç u pa edhe më herët gjatë gjithë, domethënë, konsultimit ose temës që e elaboruam, ishte se ndaj mendimin e njëjtë që këto do të kenë ndikim pozitiv për sigurinë në përgjithësi, të shoferëve në përgjithësi, mirë po, realisht duhet edhe të bëhet rreth edukimit të shoferëve ose të antarëve ose pjesëmarrësve në komunikacion. Nga 1 shkurti këtij viti, do të vihet në funksion të plot sistemi Safe City në Shkupë, Kumanov dhe Tetov, si dhe korridorin 10 dhe 8, ndërsa në qytetet e tjera është parashikuar të fillojë brenda vitit 2026. Nga 1 shkurti, kur nis zbatimi i gjobave përmes Safe City, do të ketë edhe toleranca. Ministria e Punëve të Brendshme ka marrë parasysh ankesat e qytetarëve lidhur me sistemin Safe City, me çka paralajmëron që gjatë regjistrimit të shkeljeve në komunikacion do të ketë tolerancë prej 6.8 ose 12 km/h. Toleranca do të jetë njësoj si te radarët policor. Nga Ministria e Punëve të Brendshme sqarojnë se në qytet ku shpejtësia e lejuar është 50 km/h, sistemi do ta konstatojë shkelje në momentin kur automjeti drejtohet me shpejtësi prej 57 km/h, ndërsa toleranca për shpejtësinë e lejuar 100 km/h do të jetë 8 km/h.